Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë për pjesën e dytë të ndeshjes ndërmjet skuadrës së Beslidhjes dhe Tërbunit, pjesa e parë së cilës ka përfunduar me rezultatin 1-0 në favor të skuadrës së Beslidhjes me gol të shënuar nga Marku në minutën e 25, ndërkohë që skuadrat kanë dalë në fushë dhe presin gjyqtarin kryesor për të akorduar fillimin e kësaj pjese. Nuk shohim ndonjë zëvendësim, ndërkohë që është lojtarët janë në fushë dhe presin shkollimin e gjyqtarit kryesor për vazhdimin e pjesës dytë të ndeshjes. Dhe do të jenë lojtarët e skuadrës së Tërbunit që do ta shkelmojnë topin nga mesjet e kështu nis pjesa e dytë e këtij takimi. Topin e kanë shkelmuar lojtarët miq të Tërbunit. Është një rivënje me duar në krahu i majt i sulmit të skuadrës së Tërbunit. Është marrë topi nga mbrojtësat e skuadrës së Beslidhjes. Është aty numri 34 Gjobe me topin zotrim, por ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar sa duket ndaj njërit prej lojtarëve të skuadrës së Tërbunit. Është numri 23 që ekzekutoi të goditje dënimin. Doçi ka harkuar me tepër forcë, por ndërhyn aty me kokë njëri prej mbrojtësve, është pikërisht Temja, mbrojtësi i qendrës së skuadrës së Beslidhjes. Një top i kthyer prapa. Është kapiteni i skuadrës Zëre, ka pasur për tek Doçi. Ky top gjap, por ndërhyn aty mbrojtja. Ky top është dërguar një herë topi për tek Rabort Ahila. Krahun e majtë. Ahila ka pasur për kryen, i cili ka tentuar të pasojë për Rabortin që e kërkoi topin brenda zonës 5 metrësh. Zonës së portierit, por pa mundur të rrezikoj, kemi rivënje me duar, nis kështu dhe pjesa me aksion dhe me përsi dhe pjesa e dytë. Me përsi skuadrës të Beslidhjes është me topin zotrim Kruja, me duar e ka dërguar për tek Gjobe. Por ka përsi Kruja, ka pasuar për tek Mehmeti. Por Timi di Gjobe e Asaj, cili aksioni shpejtë, a kanë sase për në zonë, por ka problem mbrojtjen. Sa duket ka hyrë në pjesën e dytë Akansase, sulmuesi të shohim se kë ka zëvendësuar, pasi nuk kemi një sinjalizim të gjyqtarit katërt,
gjë të cilin duhet ta kryej në bazë të rregullores, pra të bëjmë me dije zëvendësimet e kryera, por lojtari me numër 7 i skuadrës Tërbunit Grinci është dëmtuar. Raboshta, gjithë një Raboshta, brenda zonës, ka gabuar, nuk e kuptoj arsyen se përse ka goditur me kaq fortë stopin, ai nuk ishte as pasim, as gjuajtje, pra humbet një rast mjaft të pastër. Raboshta, një aksion individual, u fut brenda zonës 16 metrëshit, pastaj doli prej saj dhe teksa pritej të pasonte, ai ka preferuar më shumë të gjuaj dhe topi ka përfunduar shumë metra mbi traun e mbrojtur nga portieri i skuadrës mike të Tërbunit, Saliu. Akansase ka hyrë në fushën e lojës, por është Karakaci, kapiteni i skuadrës, i futur edhe ky në pjesën e dytë në lojë dhe ka marrë shëritjen e kapitenit. Një aksion Mehmeti i skuadrës së vendase Beslidhja. Mehmeti ka pasuar për tek Nesiri, pastaj Raboshta. Mehmeti ka shqetësim në njëri prej lojtarëve të skuadrës së Tërbunit. Aksion në majta e skuadrës së Beslidhjes është shpenguar në mënyrë të parregullt. Pse bojnë ashtu, pse tu? Gjobe me numër 34. Pse bojnë ashtu? Numër 34. Vajt morra dhe Goditje në krahun e majt të sulmit të skuadrës së Beslidhjes. Aty është afruar ekzekutuesi këtyre goditjeve Kruja. Goditja nuk është dhënë akoma. Grumu ndërtarësh të dyja skuadrave ndodhen në harkun e zonës së 16 metrëshit të portës Tërbunit. Kruja ka harkuar, por ndërhyen aty me kokë një përsëri Raboshta, ka gjujtur dhe topi ka kaluar gjetur me shtyllën. Një gjujtje lehtë, pa problem për portierin e skuadrës mike Saliu. Ramili ka pasuar për tek në rivendje me duar, por ka ndërhyrë lojtarët e skuadrës Tatej të Tërbunit. Tatej ka qenë një tokë gjatë për kolegun e tij me numër 6 Kamara, por ky nuk ka mundur ta vërë topin së trimën e tij. Kamara ka fituar të dhenjë një goditje të njëmi pasi Ila ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar në dëm të tij. E kemi një goditje dënimi në favor të skuadrës së Tërbunit nga krahu i gjatë i sulmit të kësaj skuadre. Jemi në minutën e po shkojmë drejt minutës së 8 të pjesës së dytë.
goditje dënimi, është aty Dermani ka harkuar brenda zonës, por ndërhyn ka një gjujtje të fortë nga Doçi. Është Hila, gjithë një Hila, e ka topin zotrim. Hila i vetëm përballë portierit dhe 2-0. 2-0 për skuadrën e Beslidhjes. Është merit individuale e Hilës, i cili e administroi topin, e mori mjaft mirë, një top të ardhur nga mesi i fushës dhe teksa ishte i vetëm vrapoi drejt të portës, doli në zonën brenda 16 metrash portieri, të cilin ju shmang me shumë fines Hila dhe ka gjujtur dhe që prej minutës së 8 të pjesës së 2 të ndeshjes, rezultati është Beslidhja 2 e Tërbuni 0. Pra është autori i golit Hila. Pra 2-0 në favor të skuadrës së Beslidhjes. Dhe ky gol i realizuar është një farë mënyrë edhe goli i qetësisë për këtë skuadër dhe pse jo, me gjithë të raste të krijuara në pjesën e parë, mbase në pushim të pjesës do të kemi, me këtë pjesë do të kemi një lojë tjetër, pasi stafi i skuadrës së Beslidhjes duhet të ketë ndërhyrë në pushimin e pjesës parë për të bërë ndryshimet e akansase, gjithë një akansase, një sulmues mjaft ka gjujtur me tepër forcë, por ka pritur portieri i skuadrës Tërbunit, pra ishte një moment i vështirë për në portën e skuadrës Pukjane, të cilën e ka evituar me një hyrje mjaft të saktate, me topin zotrim, e ka kthyer për tek një, por ka dalë jashtë vijë kufizuese. Kemi zëvendësime. Tash i largohet numri 9 Raboshta dhe vendin e tij e zën Fushaj. Pra me numrin 11 në minutën e 11 të pjesës 2 të ndeshjes është larguar golshënuesi Raboshta dhe vendin e tij e ka zënë Iriu Fusha me numrin 11. Pra Fusha ka gjujtur moment të vështirë tek porta e skuadrës Tërbunit. Ishte një top i Hilës që pashoi për tek Fusha, që quan me shpejtësi, por një mbrojtës apo portieri ka ndërhyrë dhe ka larguar rrezikun tek porta. Ramilli, Tatej, gjithë një Tatej nga Karahujdjaf, por Karakaçi me eksperiencë ka ndërhyrë. Falë eksperiencës tje ka blokuar Taten, që është një lojtar i ri, duke neutralizuar këtë aksion sulmues të skuadrës së Tërbunit. Hila ka pasuar për tek Kruja në krahun e gjatë, gjithë një Hila me topin zotrim. Ka Tatej ka Fushaj ka gjujtur me tepër forcë, por topi ka hasur në trupin e njëjtë prej lojtarëve të skuadrës së Tërbunit. Vazhdon dialogimi i sulmuesve të skuadrës së Beslidhjes me mbrojtjen e skuadrës Tërbunit në kërkim të golit të tretë, me protagonist Hilën, Fushajnë, sapo futur akansase dhe, por akoma nuk ka mundur. Ka një ndërhyrje
të gjyqtarit kryesor duke akorduar një goditje dënimi në favor të skuadrës së Tërbunit është Kamara pranë topit, i cili do të bëj goditjen e tij, i tërhequr në distancë vrulli, ka paralel me vijën e mesit fushës, ka lëshuar një top nga gjatha në të majt, kapiteni skuadrës Zere. Ka ndërhyrë Temja, por vazhdon këmbgul skuadra Tërbunit. Kamara ka gjujtur, por shumë topi ka përfunduar shumë larg traut të portës, në lartësi të portës mbrojtur nga ana e portierit Lezhjan Molla. Topin e kanë sotrim portieri i skuadrës Lezhjane, ka kombinuar me njërin prej mbrojtësave, i cili ka kthyer përsëri topin dhe portieri nis nga e majta në të djathtë të mbrojtjes. Akansase ka fituar goditje dënimi pasi njëri prej lojtarëve të skuadrës Pukjane ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar dhe gjyqtari ka akorduar goditje dënimi në krahun e djathtë. Është i prershmi i këtyre goditjeve kruja. Akansase me kokë ka gjujtur, por pa problem për portierin e skuadrës. Jemi në minutën e 16 të pjesës dytë, gjithë një 2-0 për skuadrën vendase Beslidhja, me gol të shënuar në minutën e 25 të pjesës parë nga Kruja dhe në minutën e 8 të pjesës dytë nga Hila. Pra, jemi Kamara e ka kthyer topin prapa për tek portieri Saliu. Është me topin zotrim Karakaci. Neziri ka pasuar për fushën, gjithë një fusha me numrin 1 në krahun e djathtë. Kemi një goditje dënimi, por në favor të skuadrës Tërbunit, pasi sulmuesi Lezhjan Fusha, sipas gjyqtarit anësor, i ndodhi fare pranë aksionit, ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar ndaj njërit prej mbrojtësve të skuadrës Tërbunit, e pikrisht numrit Bialla, jo, numrit 4 Zëre, i cili është me topin zotrim, gjithë një Zëre. Zëre njëkohësisht është dhe kapiteni i skuadrës së Tërbunit, ndërkohë që në pjesën e dytë, ose që prej minutës, që prej aktivizimit të Karakacit, në fushën e lojës ka rimarrë edhe shëritjen e kapiten Doçi, me kohë ka pasuar aty për njërin prej lojtarët e Tërbunit, por
është zgjuar dhe skuadra mike e Tërbunit, e cila po ngulmon dhe po kërkon shënimin e një goli, por pa mundur ta realizoj një gjë të tillë pasi mbrojtja e skuadrës lezhjane është organizuar mjaft mirë. Aksioni i skuadrës Tërbunit në mesin e fushës është numri 2 Alla, ka pasuar për numri 21 Hasaj. Kamara ka kthyer paksa prapa për tek Doçi. Numri 21 pastaj ka Hasaj. Kemi topi ka dalë jashtë linjave kufizuese të fushës për të rivënë në lojë me rivënje anësore nga ana lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes. Është Ramilli i futur në lojë pjesën e dytë pas largimit të Markut. Kamara ka bërë lëvizje në midis kemi një të shohim. Topi është jashtë linjave kufizuese të fushës për të rivënë në lojë. Është rivënë nga ana e portierit. Akansase ka gjujtur dhe mbi travers. Pra ishte një gjujtje e shpejt pasi topi të marr nga krau i djathtë nga Kruja. Akansase, golshënuesi i skuadrës së Beslidhjes, autori 12 golave së bashku me Raboshtën. Pra ka një dualizëm midis dy sulmuesve, herë prin njëri, herë tjetri, pra duke këmbyer vendet. Vendin e parë me të dytën dhe tashmë janë me gola të barabartë 12 secili. Kruja ka pasuar për Akansase. Më pas është moment i vështirë dhe hila, por kemi përpara se sa hila të godiste topin, kemi një flamur të ngritur lart, është Ansori, që ka quajtur të pavlefshëm këtë aksion, sa duket pozicioni i hilës ka qenë jashtë lojës sipas Ansorit, dhe mbase e ka kuptuar një gjë të tillë edhe vetë hila, se nuk u përqendrua dhe aq mirë në gjuajtjen e topit. Është top i dal jashtë linjave kufizuese të fushës për të rivënë në lojë nga mbrojtësi i majt i skuadrës Tërbunit. Tani rivënje tjetër anësore, paksa përpara vijës së mesit fushës, por lojtarët lezhjanë e kanë marrë topin. Lojtarët që duhen që po luajnë për ngjyrat lezhjane duhet të thënë për his të vërtetës. Është në krau i majt. Topi kthyer prapa nga Ramilli, pastaj Mehmeti, kemi një rivënje anësore për skuadrën e Tërbunit. Është aty me topin në zotrim Dermani me numrin 17, e ka dërguar topin me duar për
njërin prej kolegëve të tij, por ka ndërhyrë mbrojtja, ka thyer aksionin e nis kështu një aksion i skuadrës Fusha. Sulmuesi i ri i skuadrës Lezhane i futën në lojë pjesën e dytë. Fusha e ka kthyer prapa për tek Kruja. Përsëri Fusha, po kemi ndryrën e arbitrit Ansor që ka parë një veprim jo të rregullt sa duket me topin, apo ka një goditje dënimi në favor të skuadrës së Tërbunit, e cila do të ekzekutohet nga Zëre, kapiteni i skuadrës dhe mbrojtësi i krahut të majt, i cili ka dërguar me tepër forcë në të majt të mesit Fushës. Topi ka dalë përsëri jashtë linjave kufizuese, ndërkohë që jemi në minutën e 25 të pjesës së dytë të ndeshjes. Rezultati vazhdon të jetë 2-0 për skuadrën e Beslidhjes, me gol shënuar në pjesën e parë nga e Krujës në minutën e 25 dhe Hila në minutën e 8 të pjesës dytë ka shënuar golin e dytë. Pra ka kaluar më shumë se gjysma e pjesës së dytë, ku Beslidhja vazhdon të kryesojë 2-0, rezultati i cili i jep të drejtën për të qenë vazhduar e vetme në krye, pavarësisht rezultateve të skuadrave që e ndjekin, në rastin konkret të Shirokës dhe të Sopotit. Ka një goditje me dorë të mbrojtësit Alla dhe gjyqtari kryesor i ndodhur fare pranë aksionit, ka kurduar goditje Nimi, aksion i shpejt i skuadrës Beslidhjes, por i ndërprer më njëherë nga ndërhyrja e mbrojtjes së skuadrës së Tërbunit është Grimci, e ka kthyer topin prapa. Mehmeti ka kthyer dhe ky prapa për tek aksion nga e djathta e skuadrës Beslidhjes. Kruja ka pasuar për tek Hila, ka gjuajtur por pa problem për portierin Saliu, i cili është me topin në zotrim dhe pasi e përplas 2-3 herë nëpër tokë, pason me duar tek kapiteni i skuadrës Zëre. Kemi një ndërhyrje të gabuar. Gjyqtari këshillon njërin prej lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes. Sa duket të shohim. Ka majtur disa shënime. Shohim Oduron, teksa këshillohet nga trajneri Plori, sa duket Oduro do të futet në lojë. Një mos përdorim si duket i topit nga ana portierit të skuadrës së Tërbunit, përpaksa ka shlaguar Hila. Në minutën 27 largohet Hila dhe vendin e tij e zën lojtari me numër 20 Oduro.
Pra një zëvendësim. Oduro hyn në fushën e lojës në minutën e 20 të pjesës dytë të ndeshjes ose në minutën e 65 të krejt takimit. Kemi një goditje këndi nga e djathta me të përhershmin Kruja, i cili ka harkuar brenda zonës, por ka ndryrë me kokë mbrojtësi i skuadrës Pukjane, pikrisht Giovanni Cara, e ka larguar topin me kokë, po me kokë një mbrojtës tjetër. Moment i vështirë për pak sa nuk u shënua një autogol. Sulmi i skuadrës Leziane vazhdon. Është Gjobe, ka pasuar për tek Karakaci, kapiteni i skuadrës, e kthen përsëri tek Gjobe. Ky e ka kthyer më pas për tek Temja. Karakaci, Temja. Gjithë një Temja, Karakaci, Ramili me topin zotrim, ka shumë pasime dhe kthime të topit pas nga ana e lojtarëve të Beslidjes. Një taktik do të themi apo kërkesë për të moment i vështirë Akansase, gjithë një Akansase, por sulmi është i pavlefshëm pasi gjyqtari anësori krahu të djathtë ka vënre se pozicioni i Akansases ka qenë i pa rregullt dhe kalon dhe ky moment pa problem për portën e skuadrës Tërbunit. Karakaci ka lëshuar një top të gjatë për Oduro në krahun e majt, gjithë një Oduro ka pasuar për Akansasen, por ndërhyn në mjaft siguri kapiteni i skuadrës së Tërbunit Zëre, Marindis Zëre, dhe kemi goditje nga këndi për skuadrën e Beslidjes, goditje të cilat i ekzekuton Kruja. Grumbull lojtarësh në zonën e 16 metrashme të portës së portierit Pukjan, topi harkuar brenda zonës dhe topi kalon paksa mbi traversën e portës së mbrojtur nga portieri i skuadrës Pukjane Saliu. Përsëri goditje nga këndi në të njëjtën krah me të njëjtin protagonist. Është Kruja, Arsit Kruja, ka harkuar dhe po ndërhyn me kokë Kamara. Përsëri aksioni skuadrës Beslidjes dhe goditje nga këndi, por tashmë ndron krah. Nga krahu i majti, sulmi i skuadrës Beslidje kalon në krahun e djathtë. Pra pas dy goditjes të njëpasnjëshme në krahun e majt, kemi një goditje në krahun e djathtë. Goditje këndi përsëri për skuadrën e Beslidjes, e cila kërkon golin e tretë. Akoma nuk është ekzekutuar kjo goditje, ndërkohë që gjyqtari ka fshkëllyer. Topi është harkuar brenda zonës, Akansase me kokë dhe jashtë. I kishte Karakaci, ishte më në pozicion sa duket, prandaj sa duket ka komunikuar me Akansasen duke bërë me dije se mund të ishte ai në pozicion më të mirë dhe do të kishte marrë rrjedhë tjetër sulmi, por pavarësisht nga kjo topi ka dalë jashta. Është goditur me kokë nga Akansase dhe ka përfunduar jashtë në rivënje fundore. Fusha e ka pasur për tek Mehmeti, aksion i skuadrës Leziane. Kruja ka pasuar për fushën, por topi është më shumë se duhet, ka forcë më shumë se duhet dhe nuk është arritur nga sulmuesi i ri Fusha.
Aksioni shpejt i skuadrës Pukjane, por i thyer pa nisje, ka një ndërhyrje të gabuar të Dermanit me numër 17 në dëm të Mehmetit. Kemi dy luftim midis numrit 4 të skuadrës Beslidjes Neziri dhe numrit 13 të skuadrës Pukjane Cara. Ramili në krahun e majtë të mbrojtjes. Jemi në minutën e 35 të pjesës së dytë të këtij takimi. Rezultati 2-0 në favor të skuadrës vendase Beslidja, me golat shënuar në pjesën e parë nga Kruje në minutën e 25 dhe në pjesën e dytë nga Hila në minutën e 8 të kësaj pjese. Pra kemi me këtë rezultat, nëse do t'jeti tillë deri në fund të takimit, Beslidja merr një 3 pikësh të vlefshëm në përballjen me skuadrën Pukjane Tërbuni. Aksioni shpejt i skuadrës Lezhane Fusha ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar ndaj mbrojtësit Zëre dhe kapitenit skuadrës, i cili me mjaft kujdes kontrollon lëvizjet e sulmuesit të ri Fusha. Janë disa dalje të njëpasnjëshme në krahun e djathtë të sulmit të futbollistit të ri të futur në pjesën e dytë Fusha të skuadrës Lezhane, pas topave të dhënë nga Kruja, por një dy luftim, një markim mjaft i kujdesshëm i kapitenit të skuadrës së Tërbunit Zëre ka bërë që të neutralizohet deri tani rrezikshmëria e këtij sulmuesi. Me perspektivë topi është kthyer prapa për tek Ramili, i cili dërgon në krahun e djathtë për Nezirin. Odone, po kanë gabuar Lezhanët e topin e marrin Pukjanët. Topi gjatë, Ramili ka pasur për tek Karakaci, i cili pason për tek Gjobe. Ramili ka kthyer topin prapa për tek portieri i skuadrës bëjmë me dije se të ndeshje po e ndjek ose sa duket ka ardhur gjatë zhvillimit të pjesën e dytë presidenti i skuadrës Beslidjes, zoti Pirin Fushaj, i cili është, siç e kemi thënë dhe herët e tjera dhe duhet thënë dhe përsëritur, pasi ka bërë një revolucion tek radhët e skuadrës së Beslidjes, duke filluar së pari me zgjedhjen e lojtarëve mjaft cilësor që janë në radhët e skuadrës së Beslidjes. Për hir të vërtetës duhet të thënë se janë lojtarë me formate superiore, pasi kanë luajtur në ekipet elitare të futbollit shqiptar dhe një trajner mjaft ambicios siç është Elvis Plori, punë e cila deri tani është justifikuar, do të themi, por duhet të thënë se skuadra është akoma e pa kualituar mirë, pra për të treguar diferencën me skuadrat e tjera. Nuk është vetëm pikët dhe klasifikimi, por duhet që ne presim dhe tifozëria lezhane pret që skuadra e tyre Beslidjes të jetë më kërkuese në fushë, të jetë më ashpër, do të thoja, në lojë, por kualiteti i lojtarëve bën që kjo skuadër të jetë vërtet kualitative dhe të dhuroj futboll të bukur. Është komoditet të kesh në përbërje skuadrës lojtarë të tillë siç ka Beslidja,
kapitenin Karakashi, Raboshtën, Hilën, Krujën, lista të cilëve është të gjatë, por edhe elementin e ri. Kryson e vetme klasifikimin dhe fal dhe rezultateve të arritura nga ndeshja në ndeshje, por dhe të kalendarit mjaftëjoshës që ka në këtë fazë. Jo vetëm unë, por opinioni mbar sportiv Lezhjan ka bindjen që skuadra e Beslidjes do t'jetë sezonin e ardhshëm në kategorinë e parë. Aty ku pikërisht Beslidja ka vendin e saj, pasi historia e këtij klubi është e hershme dhe në radhë e këtij klubi kanë dalë lojtarë cilësor që kanë veshur dhe fanelën e ekipeve kombëtare të shpresave dhe ekipit përfaqësues të Shqipërisë. Është dëmtuar njëri për lojtarëve të skuadrës së Beslidjes, e pikërisht është Akan Sase, sa duket që merr inkurajimin e tifozërisë lezhjane për lojën. Është një gabim i mbrojtjes, por ka korrigjuar me shpejtësi nga mbrojtësit. Aksioni i skuadrës ka gjujtur njëri prej, është pikërisht Alla që ka gjujtur për skuadrën e Tërbunit, por topi është përplasur në njërin prej mbrojtësve të skuadrës së Beslidjes, e pikërisht është përplasur në këmbët e Sokol Nezirit dhe ka kaluar rivënja aqësore, është rikthyer në fushën e lojës. Numri 34 i dëmtuar, Gjobe. Kemi gjyqtari 4 i këtij takimi, i kërkon kryesarit dhe ka lejuar futjen në lojë të Gjobes, i cili pak më parë u dëmtua. Jemi në po ja afrohemi minutës 40, pra ka metur më pak se 5-6 minuta lojë nga përfundimi, teksa u heq Beslidja me rezultatin e pastër 2-0. Temja ka pasuar në të djathtë, është Mehmeti, ka lëshuar një top të gjatë për Krujën, por topi ka qenë më i fortë se duhet dhe ka përfunduar jashtë vijave kufizuese. Është lojtari me numër 17 Dermani, që ka fituar një rivënjë anësore me duar, Mehmeti i skuadrës lezhjane, por është marrë topi nga një lojtar i skuadrës së Tërbunit, e pikërisht Doçi. Ka dy luftime të shumta ajrore në këto momente nga lojtarët. Është i kthim topi prapa, Kruja me duar, e dërgon topin tek sulmuesi Fusha. Gjithë një fushë në krahun e djathtë të sulmit, ka kthyer topin për tek Kruja. Ka një goditje me dorë të topit, por gjyqtari vazhdon avantazhin për skuadrën e Beslidjes. Fusha ka pasuar mjaft mirë për tek Karakashi, kërkon hapësirë për Gjuli Karakashi, por ka ndërhyrë aty me tepër siguri Doçi dhe ka larguar topin kundër zbritjes skuadrës së Tërbunit. Në krahun e djathtë numri 21 Hasaj, gjithë një Hasaj ka tentuar të pasojë, por ka gabuar në pasim dhe ka humbur topin. E nis kështu një aksion i shpejt. Numri 20 i skuadrës me Oduro, gjithë një Oduro. Kemi një ndërhyrje të gabuar, ndërkohë që gjyqtari vazhdon lojën e Oduro është i dëmtuar. Kemi tani ndërprerje të lojës nga ana e gjyqtarit. Oduro është penguar në mënyrë të parregullt nga mbrojtësi i skuadrës Tërbunit, nga mbrojtësi Doçi,
dhe gjyqtari kryesor ka vazhduar lojën dhe sa duket po veç gjyqtari afrohet dhe merr topin dhe duhet ja dërgoj ai topin lojtarit të skuadrës së Tërbunit mbas të rregullorës re, gjë cilën e ka kryer. Pra për sa koha i vështroi për ndalimin e lojës në situata të tilla kur është vetë gjyqtari që ka patur një gjujtje një moment tepër të vështirë, porta e skuadrës së Lezhane ka një reagim mjaft të shpejtë të portierit Molla pas një gjujtje shumë të bukur brenda zonës së 16 metrashit të njërit prej sulmuesve të skuadrës së Tërbunit, e pikrisht ka qenë Zabala që ka gjujtur, por është kundër përgjigjur me shumë shpejtësi dhe intuit reagimi i portierit Molla. Ka ndërhyr me kokë njëri prej mbrojtësve të skuadrës së Beslidjes, por ka shquar një goditje dënimi brenda zonës në favor të skuadrës lezhane. Gjyqtari kryesor i takimit Granit Sulko goditjen e topit do ta kryejë njëri prej mbrojtësave të skuadrës së pikërisht Sokol Neziri, i cili është tërhequr në distancë vrulli për të gjuajtur topin dhe që pritet nga momentin në moment për ta kryer një gjë të tillë, dhe tani e ka goditur dhe shpërthen tifozëria lezhane dhe ka përfunduar i gjithë takimi. Ka përfunduar pjesa e dytë dhe i gjithë takimi midis Beslidjes dhe skuadrës së Tërbunit me rezultatin e pastër 2-0, me gola të shënuar minutën e 25 nga Kruja në pjesën e parë dhe në minutën e 8 nga Hila, në minutën e 8 ose minutën e 53 të takimit ka dyfishuar rezultatin Hila dhe kështu skuadra Beslidjes merr 3 pikët e radhës mjaft të çmuara për surinë e saj drejt kategorisë së parë. Nga stadiumi Beslidja i qytetit Lezhës, mirë të dëgjofshim në takime të tjera. Do të përcjellim edhe mendimet e trajnerëve respektiv, ashtu siç kemi bërë pas të gjitha ndeshjeve brenda dhe jashtë Lezhës, dhe pastaj do të mbyllim transmetimin. Deri atëherë nga unë Martin Dedaj, mirë dëgjofshim. Ka përshëndetje të tifozërisë lezhane për sportistët e skuadrës Beslidjes për fitoren e arritur. Ka shtrëngim duarsh midis lojtarëve dhe stafit, por edhe nga stafi Pukjan janë ngritur dhe në shej respekti kanë përshëndetur stafin e skuadrës Beslidjes, pra një fair play në fush, por ashtu edhe në stafet, pra një ku fituesi përshëndetet në raste të tilla, gjë të cilën e bën stafi i skuadrës së Tërbunit. Mbyllim transmetimin nga gabina e transmetimit për të rifilluar përsëri me intervistat e trajnerëve respektiv për të marrë mendimin e tyre rreth paraqitjes së skuadrave që drejtuan për këtë ndeshje. Deri atëherë mirë dëgjofshim.